Presidenti Trump, s'ka gjë që paguani benzinë më të shtrenjtë, lufta mundson që Irani i keq të mos ketë armë bërthamore. Presidenti Amerikan Donald Trump ka deklaruar se kurrë nuk do të kërkojë falje për ndërhyrjen ushtarake ndaj Iranit, duke mbrojtur vendimin e tij pavarësisht rritjes së çmimeve të karburantit në Shtetet e Bashkuara. Gjatë një aktiviteti në Nassau County në New York të premten, Trump u tha amerikanëve se çmimi më i lartë i benzinës është një kosto që duhet pranuar për të parandaluar Iranin që të sigurojë armë bërthamore. Edhe nëse duhet paguani pak më shumë për benzinën, kujtoni se po e bëni këtë që një vend shumë i keq të mos ketë armë bërthamore, tha Trump. Ai mbrojti sërish vendimin për veprimet ushtarake ndaj Iranit dhe hodhi poshtë kritikat për ndikimin që konflikti ka pasur në çmimet e karburantit. Jeni në $4, është në rregull. Nuk do kërkoj kurrë falje. Bëra gjën e duhur, deklaroi presidenti amerikan. Sipas Reuters, çmimi mesatar i benzinës në Shtetet e Bashkuara ka arritur në $4.08 për gallon, rreth 29% më shumë krahasuar me një vit më parë. Rritja lidhet me pasiguritë e shkaktuara nga konflikti dhe ndërprerjet e qarkullimit të naftës përmes ngushticës së Hormuzit. Trump ndërkohë vazhdon ta lidh luftën me Iranin me objektivin për të penguar Teheranin për pajisjet me armë bërthamore. Gjatë të njëjtit aktivitet në New York, Trump bëri një deklaratë tjetër të bujshme, duke thënë se pas përfundimit të konfliktit synon ta shpallë ngushticën e Hormuzit territor të Shteteve të Bashkuara.